Kandidatja e Partisë Demokratike në Shkodër Senada Mehmeti zhvilloi një takim me përfaqësues të biznesit Fason, sektor kyç për punësimin dhe ekonominë e qytetit. Problematikat që u ngritën ishin të qarta dhe alarmante: kostot të larta, taksa të pafryqshme, mungesë mbështetje, energji dhe naftë me çmime të papërballueshme. Në fjalën e saj, Mehmeti tha se qeveria i ka kthyer sipërmarrësit në objekt kontrollësh, jo partner zhvillimi, ndërsa bashkia nuk ekziston për biznesin. Ky është modeli që duhet të ndryshojë. Ndërsa ajo prezantoi edhe angazhimet konkrete të Partisë Demokratike, që nga ulja e taksave për biznesin e vogël dhe të mesëm, reduktim të çmimit të energjisë dhe naftës, lehtësi fiskale për bizneset e reja dhe sipërmarrësit të rinj. Sigurisht që sidomos për biznesin, për ata që punojnë, kryesoret janë taksat dhe duke ullë taksat, sigurisht që edhe ju të ullë taksat juve ju të krojnë ma shumë lekë në fund të mujit, me pas ata që kanë një pagë minimale, rimbursime të TVSH-s, se nuk është njësoj si ai person që ka shumë lekë dhe shkon me ble ilaçe, si ai person që ka minimum jetik dhe shkon me ble ilaçe, çmimit e energjisë që i përfshin të tanë, sepse gjithkush pagun energjinë elektrike, gjithkush pagun ujin, gjithkush pagun taksat, gjithkush pagun siguracione shoqënore, gjithkush pagun siguracione shëndetësore, për një shëndetësi që priti zot me rasti se keni me pagu shumë ilaçe, çfarë më hangër më thonë? Pa hi kushte të tjera. Çështja që ne dona me zgjidh, me bë Shqipëni një vend tjetrushëm dhe jo vetëm me mbijetu, se ajo që është ndodhur tash është thjesht dhe vetëm një mbijetesë, jo vetëm me shty, pra shkojnë në fund muajit me zero. Në 2025 nuk do të votohet më për pengesa, por do të votohet për zhvillim të vërtet, për ekonomi që sjell punësim dhe për një administratë që nuk i frikson bizneset, por i fuqizon ato, e mbylli fjalën e saj kandidatja Mehmeti.